Tani, aftësia tjetër që po zhvilloj, aftësia e parë në të ardhmat e larta që zhvillova ishte, deri diku ishte copywriting. Pra, si të shkruash reklama, si të shkruash për të shitur, si të vendosësh fjalët në letër, në mënyrë që të gjeneron shitje. Tash, ka copywriting, vura re diçka, nuk po merrja klient, sepse askush nuk po blinte. Po përpiqesha të gjeja klient, por nuk funksiononte. Kështu që mësova shitjen, si të shes në telefon. Nga shitja, kalova te marketingu, si të bësh marketing me njerëzit. Dhe nga marketingu, sepse copywriting do të thotë që ti të punosh me klient, kuptova që klientët nuk duan vetëm fjalë të bukura apo headline, ato titujt e fortë. Ata duan të dinë, mirë, po si ti përdorim gjitha këto. Pra, kalova prej strategjisë së marketingut, konsulencës dhe coaching. Nga aty kalova drejt public speaking, sepse njerëzit filluan të pyesin, po shiko si bën ti këtë gjëra. Si folës, paguhesh për të folur, dhe pastaj vjen platform selling, që është shumë ndryshe të shesësh nga skena dhe të bësh para aty për aty. Aty kalova në next level ajo që bëj sot. Programe specifike zhvillimi për kompani të ndryshme. Kujdes, programe specifike zhvillimi. Udhëheqje për pronar biznesesh që duan liri, këshillim karriere për ata që duan të zhvillohen dhe të futen në botën e biznesit, si e vetmja mundësi për të fituar liri. Të gjitha këto aftësi u zhvilluan me kalimin e viteve dhe vazhdojnë të më shërbejnë edhe sot. Pra, gjatë viteve kam ndërtuar një ark thesari, një çantë mjetësh me shumë aftësi. Mund të hap në çdo moment dhe të bëj para me to. Ka kuptim kjo? Në fillim mund të kesh vetëm një aftësi, por me kalimin e kohës ti mund të kesh 2, 3 ose shumë. Dhe madje mund t'i bashkosh të gjitha këto, është totalisht e mundur. Prandaj unë kurrë nuk ndalem, asnjëherë nuk ndalem së përmirësuari aftësitë e mia. Tani pyetjet e zakonshme që më bëhen për investimet janë këto. Eri, kam 10.000 euro, ku duhet të investoj? Tash këtë përgjigje ta dhash në fillim, përgjigjen tash. Po ti ku investon? Ka rëndësi kjo? Fare. Sepse ajo ku unë investoj, nuk do të thotë që ti duhet të investosh aty. Nëse unë investoj në arë, në flori, do të thotë që edhe ti duhet të investosh në arë. No, as pak, kur? Gjithçka varet ku je ti në këtë trekëndçin e pasurisë. Aftësi me të ardhurat të larta, investo tek vetja. Trajnime, përmirësim aftësisë. Është dikush që thotë, 2% nuk duket shumë, po është interesi për bërë, nëse ti investon 1.000 euro sot, pas 10 vitesh ti ke 1.219 euro. Interesi për bërë nuk është në një forcë magjike, unë besoj në diçka tjetër. Bëj më shumë para, rrit më shumë para. Kur përmirëson ti aftësitë, rrit të ardhurat. Shkallëzon biznesin tënd më shpejt, ose investon më shumë para. Dituria tradicionale të mëson se si të pasurohesh me të ardhurat aktuale. Unë besoj ndryshe dhe numrat e vërtetojnë të. Nëse arrin të rrisësh të ardhurat me 120.000 euro në vit, pra diku te 10.000 euro në muaj, mund të ndërtosh net worth prej 1 milion euro, pa llogaritur këto shtëpinë e makinën, brenda 7 deri në 15 vite. Me një kusht, ti mbash shpenzimet në kontroll. Edhe nëse kur nuk do të ndërtosh një biznes të shkallëzueshëm, nëse mban shpenzimet në kontroll dhe arrin 10.000 euro në muaj, mund të arrish net worth-in 1 milion euro për 7 deri në 15 vjet. Varet nga zgjedhjet që bën.